Artistja Egli Tako së fundmi ka ndarë një moment të veçantë me ndjekësit e saj në Instagram, duke i falenderuar për mbështetjen që i kanë dhënë këngës së saj më të fundit, të titulluar Jetë. Në një postim ku shfaqet me një pamje tërheqëse para një muri, Egli Tako shkroi: "I keni dhënë jetë këngës Jetë, ju dua. Cila është pjesa juaj e preferuar?" I pyet ajo fancat për t'u përgjigjur në komente. Kënga Jetë po vazhdon të fitojë popularitet në rrjetet sociale, duke u shpërndarë masivisht dhe duke marrë mira reagime pozitive. Komentet e fansave janë të mbushura me dashuri dhe përkraje, duke kthyer këtë projekt në një tjetër sukses për Egli Takon. Na duhet të rikujtojmë se teksti i këngës është shkruar nga Fifi dhe ka të bëjë me përjetimin e Eglit brenda shtëpisë së famshme, ku ndjenja që kishte për Gjestin e kanë bërë atë të kryqëzohej. Të paktën, ne këtë vëmë re nga teksti i muzikës, se kënga është komplet dedikim për këngëtarin dhe fenomenin, ndërkohë dhe fituesin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjestin. Na do t'ju themi se lidhja e tyre është në udhë kryq, të paktën kështu është për fancat, sepse ata të dy nuk kanë bërë ndonjë dalje publike së bashku, madje dhe në rrjetet sociale nuk kanë asnjë foto mes tyre.